ku I kam shokte mi, halet me mikja, havim bylbylat, shpirtin vert ma baj, havim bylbylat, shpirtin vert ma baj, a thu ka pran vet, për mu gzima ka, thoni shokni her, ma shtoni se vdan, thoni shokni her, ma shtoni se vdan. Se mbani me vdek, as ju vjen gjyna, am shifni tuj hek, asa në hall jam ran, am shifni tuj hek, sa në hall jam ran, a thu ka pran vet, për mu gzima ka, thoni shokni her, ma shtoni se vdan, thoni shokni her, ma shtoni se vdan. Që ku I ki shokët e tu, e ka Lisa Adelina këtë emision për sonte, ku I kam shokët e mi një kongë fantastike, me që të kongë të më thonë diaspor, kur të kënoqë që ka kongë është vish funi gati I nejes. Adelin, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. E këna bon intervjist para një 6-7 vjetëve, edhe do më thonë po kthehemi prap, mas hiç s'ke ndryshu. Po thua, Hiç, faleminderit. e një, As te herë. bis flok që më kanë dalë tash, ha? Jo veç që ma tha, po për një mas ke ndryshuar. Për në me, flok, ja, flok më kanë dalë shumë, kështu më i më I bot dredha, si I kom pas në paten ra, Adelin. Sa I ke mjella? Po bre, Se pas na vrej. për në me, I pavrejt shumë jam. E një që një 6-7 vjetë, nëse s'gaboj, po më do që kena linë bashkë me një shtëpi pasha Zotin. Para me nësë, motinimi. Shumë atë. Para me, no. Ja ke nis me knu, po më do këtë, kur I ki pas, ku I ka shumë e re, shumë e vogël, shumë e... 5 vjet. 5? 5. Do Bravo. këtë jetën kom veç të knu e maj men vetë. Vetën. Po. Para me në, tu mos e mbajt men vetën kush qysh, veç të knu. Prej 5 vjet, dhe tash të josh ko gjatë me knu, ama për një me, as ke ndryshu, as ke... Po më në je me qështu e njejta. Po thua. Nashta njëri mena ndryshon, po jashtë nuk ndryshon. A të ka morë molli me bërë intervjist bashkë? Po, më ka marrë molli se zakonisht Mhm. mungoj në për intervista edhe është jo gjë e mirë, po menoj që duna mi abu vetës pak Më konë ma shumë prezent, a? një kusht për me shku ma... E pse po mungon qik? Me të thirë të rasin kajtë pedi ato, nuk të alshojnë derën, po pse ti s'po shkon? Ko me shku. Ki me shku, a? Vjetë ashtë më së mgëcë. Okej, s'pe të nguci, ma që mi... E ka një sonde, më një me thirë të ashtë të tjera të emisione dhe... A më të mija se kjatë atu që nuk janë bash, a më këtë janë të mira. Po, këtë janë të E mira. vërtet?
krejt janë të mira edhe i falenderoj gjitha media që pavarësisht ndoshta që mungoj jo shumë, po mos të bëj tash. Jo, më ti prezente je se, më thonë, më përkrojnë edhe jam gjithmonë këngëtare e cila realisht jam e pranishme në për media, sepse jam rrit me televizione. E vërtet. Hej, pse dhe qysh je qik që kur as ki bo skandale, as ki bo kështu, nuk je kon target i shtypit kështu, i shtypit zi. Po, shpëtim s'kom, nuk e di, nuk du me dollë prej karakterit tem, në shta për qëta, s'njina mirë, edhe kom qef që njerëzit më ndosh për këto që jam, më pranu për Adelinën që më kam pranu prej këngëtare që ti je 5 vjeqe. Po, edhe për këto jam shumë krenare me vetën se ndoshta kur e ndërton një karrierë gjatë, nuk do këtë shumë interesant, ajo pjesa hajt jam e imponume, po. Po, pa tjetër, hajt bëj diçka që me ranë sy. Hajt këthe pe urës, përs me dalë në për media. Po, unë për shembull, ka pas rasti kur e kumë bonaj projekt edhe normal, nuk që thojnë ana nuk ka dhes që shkom dasht. Oshtë normale. Normale, ka pas rast kur nuk jem dorëzu edhe kom thonë, hajt se të projekti tjetër, e di që nashta ka mu pëlqy pak ma shumë, po vërtet, ka projekti që mu kam pëlqy ti për shumë edhe pse kom mendu që naj projekt, nuk kam e qenë edhe shumë i suksesshëm. Mirë po, jam shumë falenderuse ndaj publiku që se cilën këngë që e knojnë për koncerte, evenimente, e knojnë bashkë me mu. Edhe dishta me unalë se dola pak fitim. Ska lidhje, ktheu. Ktheu back. Po, ktheu në tim. Po, për skandale, menoj që kur një artist kalon në për sfidat ndryshme, nuk është interesant, nuk i do këtë interesant, edhe me qenë qendër vëmendjes, edhe me qenë pak ma në mes neutral, e nashta për qëta unë e kom bajt atë Adelinën. Ti e konë gjithmonë e ke mojt atë mesin e mirë, kështu, dhe më thonë, që aty është ma zorti më nejtë. Ka njëherë më nështë me shku në altë, po ka njëherë ku të bish pis në alti, që të të këputë, bjenë shumë poshtë, ama bravo, ti ke nejtë taman që aty në mes edhe nuk i nalë kur. A e lodhë në herë Adelin? Ke thonë pelan, ose qa me bon, ose flash projekt pa bon, ose vazhdimisht në punë. Lodhë është pak? Mu lodhë po, se është vërtet profesion shumë i vështirë. I vështira. Edhe pse publikut, ata që nuk e din, nuk i duket ndoshta prej kandi tjetër, na i arktojnë publikun edhe mendojnë që sa let me shku me knu, vetë edhe shoqet e mia më thonë hajtë se ti u knaqe të shku të knu në për koncerte, po jo, është vërtet vështirë, sidomos kur ka konkurrencë, edhe çdo vete më shumë ka konkurrencë, se po shtohen artistat e ri, mirë, po kjo gjë veç më ja vullnet. Është e mirë, sigurisht. Është e mirë. Sigurisht, jo, nuk lodh në shpëtim. Hiq, edhe unë jam një artiste që kur kom fillu me këndu, gjithashtu kam viju edhe shkollën e muzikës, bashkë me... Do me thonë ti se ki veç pasion, e ki dhe profesion. Pa tjetër, po, këto dashta me thonë, e kom mbarume për violin, 6 vjetë, edhe për kanto, solo këndem. Gjithashtu edhe Akademinë e Muzikës, soprano solo këndem, kështu që muzika është, nuk e di, nuk mundem me paramenu vetën. Pa muzikë. Ndoshta pa muzikë. Edhe nuk nalna, edhe nuk lodhna, edhe gjithmonë kam... Edhe hirë s'ku më nalë, thëj. Edhe hirë s'ku më nalë. Po. A gjelezojnë kështu, kolegë? Dajtë kanë zomë. Ata kanë ka pak kështu i noti? Nashta që nuk e shumë me qatë sy, dikon, edhe... Nuk e merë me qatë sy kërkan. Që se gjelozoj kërkan, nuk e vrej. Hitë, do më thonë, ti je pa gjelozi kështu për kolegë. E boni shpëtimin i kongë të mirë, zoti e vrafë. Do më thonë, nuk thu kështu. Me nem, a nem na herë një me a nem. Bile, kur është na i kongë e mirë, e ngoj edhe vetë, knoqna, e këngëtarve, kolegëve të mi, edhe so herë që ka muzikë të mirë, vërtet, m'jap inspirem, thëmë që ka bërë që të kongë të mirë që kjo këngëtare, po tash po du edhe one me bërë diçka ma të mirë. Më thë që e kim baru për violin, 6 vjetë, së të po kultiro violinës, a i bjen e herë? Ka një herë, tash ma rrallë, kam disa video, po tash ma rrallë. A i bjen mirë? Po, sigurisht. Kom harru pak. Ke harru, po se pa u ushtru, pa u mojt. Po me nota, me partitura, bëj pak ushtrime, ka një herë. A kështë po në vetë mësu se muzikës, për shamull? Tu ponu në Mareftë, mësu se muzikës në Mareftë, ose me një katun në Prishtinës. Se kom menu. Hitë se ke menua, ama një kishko interesant. Mësusja Adelin. Mësusja Adelin. Ose profesoresha Adelin. Ose drejtoresha shkollës muzikës
Prenk Jakova. Prenk Jak, për shembull çe, Prenk Në të Jakova, ku e ke ardhmen, kryer si ti? dihet. A? Në të ardhmen si dihet. Rrogat e vogla hala janë, mos u got. Se di, po bëj hajgare, nuk e kom menu, e kom menu gjithmonë vetën sken, inshallah kom Ymër. shëndet edhe e paramenoj vetën veç tuk nuk. Ja që çka ke nis ti me ndryshu, që s'po ndryshon hiç, edhe një 200 vjet që sa li. Domthonë që shto në për koncerte në për Evropë, apo shkon në për Evropë, Amerikë, kon Amerikë duket ta shkon në fundit. Jom kon Amerikë, po jom kon vizite motra Okej. me familjen tem, Po. me babin, mamin, edhe nuk kam qenë për me këndu, kam qenë për me pushu. Mora pak energji edhe i musha pak bateritë për Okej. projekte të reja që tash jom të Po vin. punu, po. A kishe mujt me jetu jashtë? Nëse po, në cilin vend? A din qysh, ndoshta që se kom mendu, po kur kom shku te Dafina, Po. edhe te Dafin, ori, fala po të bojna që prej gjithë këtu. I falenderoj dhe i përshëndes, so herë jom në për intervista pa i përmend ata smuna, se i kom pjesë temën diqysh Sigurisht. edhe i du shumë. Kur shkom te Dafina dhe te ori, qa shumë na bujnë pritje të mirë, so Po. që kur të vjen, kur të shkoj pak mërzit, na thëmë qysh e lash Kosovën. Kur të kthej, kur du më Pse u kthy, ktheva? ku tash po mërzitna, pse po kthena, se shumë mirë na A kanë ke prit. po ku të presin mirë qysh flan pak ma gjatë, dhe i kanë 11, e shtyn pak, E vërtet. ushqesh pak më me orar, se mësa fijet me hangër buk me Krejt orar. kohën, ku po shkojmë, ku po sheticëm, Po. ku po dalim, Aha. edhe ma qëll. A që jetu në Amerikë? Se di, Ha. nuk e di. S'muna me thonë diçka që, se mas Se një ke që kjo provë. intervistë rrugët edhe, Aha. nëse mbjan me jetu, thëmë qysh kom thonë, Anë njerëzit në rojnë, s'ka lidhje, në rojnë me me që kohë. to men, jo, po nuk Okej, nëse na vina i por tjera, a të ka pëlqy? shumë. A në Evropë, thonë, në Amerikë shë jetu, unë në qovë se po. Kom shku në për shumë vende, ka vende dhe që s'kom shku, po vendi që mas shumë t'ju më kalon për shtypje mbresa është Amerika. E mira, Po shumë. e madhe, e zhëmshme. E Pa madhe, flajt 24 orë. tepër e mirë. Edhe kom qenë, do më thonë, edhe New York, në Chicago, në për shumë vende të ndryshme të Shteteve të Bashkuara, por, do më thonë, edhe me koncerte sigurisht, po mas shumë ti më ka pëlqy Dallasi. Dallas, ha? Na e thëmë Dallash në Kosovë këtu. Dallash shumë mirë. Bravo, do më thonë nëse kështë jetu në Amerikë. Po, nashta po. A jetohet mirë në Kosovë tash, të regom, si pas perspektives tonë, qik? Po na e ke po bre, na kena qef pak me dal, Po, na po shqiptar. këtu në dhem, apet Po, dëqysh. dhe tani prap thojna, s'ka me Kosovë. Ja, kem qef, kështu adin me tentu njoni me s'kel në zebra, adin kështu të merë molli dhe për që të farë s'kjene ka njëhere. Se na mësu që shtu me i mire vend jonë. I mire Edhe u bëj bukur, E ka mëre? një farë U bëj bukur. ajrin veti. E ojnë ka shumë të keq, për ndryshë Prishtina, Neve na amo duket. e- Neve na prap na duket. që ato e thisim kështu edhe jena mësu me to Të për ditë. veçantë. Me na qu farë rrugova për Bezovi se dro mujna mu Alivanos për harit pastër. Që shena mësu me jetu këtu. Po është ajo e veçanta e venit, të ngrej venjot. Të ngrej fort. Vani jonë ma i miri në botë është. E vërtet. Adelin, qëfar qike je kështu, se kur s'kom pyet, qëfar qike je ka shpija për më ndërëson? Adin, qysh je me jetën tone, për te asaj që ka të shë publiku, që ka bën një ditë normale, të zakonshme, pa punë, pa koncert, pa shku në studje, pa bo videoklip, pa knu. Unë jam një qikë shumë e thjeshtë, Aha, jetoj me familjen tem, bravo. edhe pse e kom një banis, po pritoj me shku vetë me jetu, kështu që halojmë të jetu me babin edhe me mamin. E ke bo banesën Edhe u tome, knoqa. a ke në eq? Po shumë krejt perfekt, po alo s'kom hi. Shpresoj që kom e marrë atë forcën, edhe pse s'po m'lojnë me shku shpetim, s'po m'lojnë As ti vetë nuk shkon, e di sigurt. Edhe Se jo, dhe edhe ty unë të vetë. dhimen, të më tani mandej. E vërtet. Dishta me thonë që jam një qikë familjare, Aha. jo që po du me thonë po jam, ata që më njohin e din, s'po tregona modeste, po është e vërtet, Aha. edhe zakonisht mundona gjithmonë, edhe pse na këngëtarët nuk i kena gjithmonë për çdo ditë me shku në për koncerte. Në fakt, Sigurisht. po mundona me gjetë, do me thonë, me bo vetën gjithmonë në zonë, me u mbyll nashta në dhomë ka njerë, me kriju vija melodike, ose me shku në studio, me u mshel, me kriju naj vijë melodike gjithashtu. Por, mas shumë t'i ko, normal,
kur e kom kohën i lirë, kaloj me familjen tem. Na këngëtarët kena shumë pak kohë të lirë realisht, se punime, na vjen ajo vullneti me gjithçysh me shku në studio, ose hajde me bo diçka. Për shembull, kam shumë këngë të krijume. S'len rahat këtë produksion, e vërtet. Han diçka. E vërtet. Tash jam të ushtru edhe me band tem për ja keni tash muzikë qytetare popullore. Live. Live. Do të thonë, të kthejmë në herë të përgjigja. E ki boni balinstonën, e ki rregullu krejt, koqa do ku, e s'po mundesh me jau kthy shpinën, me jau kthy shpinën tojza prindve. Edhe s'po më edhe s'po mlojnë. Edhe s'po mlojnë. Kuku, qika o problem, ja, me zë, vështirë është me, a kështë mund me jetu vetë? Po që kjo da, unë si mësu me jetu vetë. S'munësh. Mësu me jetu me plot, me zhurë, me plot, me... Si jena shumë plot. Po boll. Po boll. Aha. Vetë nuk e di, nuk e di, edhe pse shoqët të më thojnë për shembull, Dil. po na u kënaqëm vetë, dil më i vetë, po nuk e di, halo nuk e kom marrë atë guxim. Hiç mos dil. Re me prend që ty kënaqesh ku qosh, e ki mëngjesin të gatshëm, ta qelë dikush derën. Ka një herë të shtin me ai fshin ka një herë? Po, unë jam shumë tip pak vezvesën pas të ti. Fshistore. Fshistore. Quar të më thonë me fshije me kështu. Po, shpëtem, jam këgja vezvese, i bëj punë të shtëpisë, si çdo qik e shtëpisë, që rën në shtëpi vetë, sigurisht, normal. Që ka i banesë dhe i shtëpi që jeton që aty. Edhe krejt që ka i bën një njëri, normal. Mërë njerëz jena, krejt njerëz thjesht, bravo dhe, se jo, janë do që dalin ka një në televizor të një valla unë që të punë nuk më mi po se unë jam ashtu, abdin, qka jemëre? Nashta, unë e vesh për veti po foli, unë e krejt i bën. Krejt i bën? Bravo. A flenë shumë? Varet, kur e kom sezonin e Varet kur qona. Kur e kom sezonin e verës edhe neve na vjen këngëtarve me krejt kohën për koncerte, që jam, sidomos verës shumë e ngarkume me koncerte, po, flaj pak ma shumë, kam nevoj me u qetësu, me pushu, pastaj edhe kur shkoj në studio që 2-3 herë një avë gjithqyshëm vjen me shku me punu, edhe nëse rri shumë normal që mas një flaj, një koma për me rekuperu gjumin edhe me pushu. Kështu që unë gjumin e du. Okej, the që ki verës shumë koncerte, shumë punë, normalisht që ki, po më intereson kështu, a je kursimtare, a shpenzon shumë? Ma shumë kursimtare. Për me, kursen, dhe më thonë. Fitimi ma i mirë është kursimi. Nëse ose kursen, jenë regull, a hargjën shumë? Me raste. Me raste? Me raste. Qëtash kur kesh në Amerikë, më pëlqejnë shumë sanet atje, edhe më furnizu këgja shumë. Po na qikat, veshjet, këpucat, patikat, këpucat, qantat. Po. Edhe u furnizova për një kohë. Edhe pse sa shkoj me udhëtu që unë bjen shpesh në për koncerte në për Evropë, pa blina i sana 5 zbot. Po, nuk e shpite rahat zbohat. Po, nuk e te praj. Nuk e te praj. Në të më thonë nuk e merë ka dhe të parë kështu. Jo. A të da që dali me kese për i qa. Do kështë regull kështu, i ringoti vetit nëse jam i sakt në kështu në konkludim. Po, sigurisht. I ringoti, i ndronë garderobat, nuk del 2 herë me një veshje. Jo, dal najherë. Po, kur vënohet dalja. Do më thonë, e ke vesh një, mandej kur vënohet pak. A i ru krejt teshat e gjirimeve të punës që i ki? Po, krejt. Sarë monë të kam bo në shpi me tesha? E kam një dhomë që spinzan. Spinzan? Qatë shumë. Okej. Bile mami mirun shumë, edhe krejt kohën kur për shembull e bëjnë ai veshje 3 ose veshjet e videoklipit që duhet zakonisht 3 sete, 3 outfit, edhe krejt qato, qatë dhomë bile që tash po do me shpërthy ajo dhomë. Pe teshave? Duhet me bu një tjetër, me zgjënu. Tavan s'keni, ja, zakonisht, një bojshën do tavan a i qitë të nere në tavan do. Ama, kur kishëm, as tavani nuk i nëzan. As tavani nuk i nëzan. Nuk i nëzan. Jo, pinzan edhe pak. E qka ki marak ma shumë, a këpuca, a qanta, a tesha? Po më intereson. Kam qef ma shumë këpuca edhe qanta. Tani mandej, kur e ki këpucët e mira, qantët e mirë, pa teshat mira, qysh? Vesh të adush tani. Tani, adin qysh? Jo, ato shkojnë kombinim edhe na i veshje të lezishme, interesant, po unë jam ma fokusuar ma shumë koncepte. Qanta këpuca? Si krejt qikat, në më thonë, si zakonisht qikat i kanë ka 5-6 qanta, ka 5-6 5-6 para me no.
e burrat e shkret kanë një të vogël, kanë nisë me çfarë me bajt. Edhe e kum pas një më kish pa bosi më hangur çanta Adelin. Në çantë kum pas më kish pa bosi më hangur. Në aeroport kum gjujt. Në ditë të shku për Zvicër se më kish pa rjep, domethënë nuk as më ke kur gjon tomo. Interesant, dallimi është i madh mes. E bleve tjetrën. Po, çati bleva, thasha bën me gjujt çto, e gjova se ish pa çky. E pas ke zëvendësu shpejt. Që shtojnë gratë ish pa herë, pasha zotin, po ish pa nis më dëmtu shumë edhe është ta beshe gjini dallojnë edhe në qep edhe në gjithçka. Apo nuk është shumë me dal. Jo, A je kështu praktike, që është del edhe krym punë edhe hec. E kom hek që zakon të kesh te vetja se e kom pas një kohë ka shumë vënësha, kitë pa lidhe, me një vetull. Pa, me një. Po të, me një vi. Me një vi. Po me një lajner, a që ka i thojnë? Më mirë fshie, lyje edhe njerë, fshie, lyje, vetla. A pra botë njëjta? Kimja edhe njerë. Po, pra botë njëjta. A? Pra po shtë njëjta, dhe më thonë, si të vënosh, si të vënosh. Po kum pas, i kum pas tonë vetës, apo luftën me që cena Adelina, bëll, se shoqet të mprishën edhe u bëshë nervoz. Po tash, a din qësh dalë? 5 minuta, jo. Po, 15, bre. 15. Sa i banu për qatë vetull këtë në herë, Adelin? Sa ba ishte me qatë vetull këtë në herë? Tash, Po, shumë. atëhere. Po një gjësori vëq vetull. Me vetull. Ti ki pas 2, një orë vëq 2 vetla. Tash e ki këthy. A nëron njeri me ko, Adelin? Ka një herë Po, nëron? ndran, unë e kom ndru. Ka një herë nëron edhe për mirë, ka një herë nëron edhe për kontra, kështu? Unë e kom ndru për mirë, menoj. Po, Edhe pse, do sanet e vetja që është dosht me indru gjithashtu të jam... Po, nërohet jeta, nërohen edhe ka njerë kushtet, nërohet gjithë shka ka njerë. Jam pak tip indishëm. Indishëm, a? Pse? Se di, jam pak tip empatike, edhe si ujor që jam kogja i ndjej gjanat, po flas pak për karakteristikat e ujorit, se nuk është që e besoj shumë në horoskopin, po si karakteristikë si ujor, unë thëmë si ujor që jam, kom një farë intuite shumë thellë, mirë, po prapë se prapë u mdhim së njerëzit shumë. A dhime njerëz, ta? Po, edhe... Emocionosh, a? Nashta edhe njerëzit që nuk duhet shumë me mudhim, prapë unë e besoj nashta një storjet ti, se menoj nis nga pi vitës. Edhe pak duhet njeri më bo ma gjak ftoft, ma jo emocional, po që cent e vidja nuk po muna me ndryshu. Po pjesë e karakterit aja, o je o sje, do më thonë, nuk mundesh me hek ose me Po, mod. edhe jom një tip që vrena, unë të vrena prej aeroplanit, kur e du dikan, pavarësisht. Po. E donë, që ashtu qëshosht, po. Pa hile, pa filtra, që pojnë, mas një kur nuk ma ban, ose kur nuk isha energjinë e njëjtë, veç të rjekna. Jo që thëmë diçka për me lëndu diko nëse diçka, po diqysh e kom atë intuitën që kom fillu me besu, me... Të rjekësh në heshtje. Kom fillu me ndëgju realisht më shumë, edhe të rjekna në heshtje. A ka në shpesh, Adelin? Se kur je i ndishëm edhe ka. Plus ti e qik, plus ti e femën, do më thonë dalin letë... Ka, për çka për shembull? Për diçka që dëdhem, për diçka që... Të emocionon? Pak me më thonë babi mami më smutën e me njëherë e marrë nga zemrës edhe këta së më shojnë, po që ta është po të regoj këto. Pa lët. A ma shumë je lidhë me motrën a me dy prind? Me tret, edhe me vllajën. Edhe me vllajën. Po mas shumë të jam e lidhë me Dafinë. Me motrën? Mas shumë t'ja? Po, e kom si shoqet në apo të mungon që kjo distanca, ajo në Amerikë ti në Kosovë? Shumë. Shumë. Edhe pse jemi kritikuar në kontakt, po nuk është njësoj si... Kur e ki fizikisht, po, fizikisht. Por, prapë se prapë është gjithmonë për mu, edhe shfryzoj rastin me ja uru ditindjen Dafinës që e ka pas. Dafina është një super aktore, një aktore fantastike, se unë e përshëndes prej këto njëherë. Për herë dytë, sa herë nditje fol me motrën? Zakonisht, garant fol një 10 herë nditje. Po, nashta jo 10 herë, po varet kur dyat e gjejmë kohën, flasim shumë shpesh. Janë do motra që kanë herë thirr motra vishë më përla, edhe adin vishë më kështu mi thonë diçka, prej dashnisë.
Jo, nuk e kuptojna shumë njëna tjetër, normal ka njerëz se cila motër për Po nëse s'për lash se ki motër, domethënë pa ma shumë kur jena afër njëna me tjetër. Po. E kur jena larg i kena atë mallin edhe ani ja bujmë. Rrafsh ka një herë. Ani se mirë. Apo na kënon? Po. Ha? Po kënoj. Adalina, për ndryshe live është këngëtare fantastike. Nga dasmat. Ai të shkon dasma? Ja kom nis. Ja ke nis? Për me a? Po. Tash dasmat shqiptare janë më të mira në botë. Bon si koncert, janë të bukura, janë. Unë vetë kënaqna të kënu me këngë popullore, me këngë traditave tona. Po çato janë tonat. Po, e vërtet janë traditë jona edhe më kënaqin diçush edhe kur këndoj në për koncerte, e kam në program, një repertuar që këndoj muzikën popullore. Qash kënaqin. Apo kënaqin edhe musafir? Po, tepër. Po, një tavolina. Shqiptarë që talin të polin depin, nuk ka nevojë ma shumë. A din që është ajo energjia, ma shumë, mas pari realisht kënaqna on, edhe ma ndisho edhe publikun që pe bujnë shumë atmosferë, po muzika popullore është traditë. E jona bre, ja ka një cika me shumë në për dasma dhe bravo të kohë se kënon shumë mirë dhe me baba ki më të kënu në dasëm kjo shoqja këtu, baba ki 2-3 herë martohesh. Të pëlqen, po, të pëlqen atmosfera, pe bojmë edhe herë, amo me nusën e njëjtë martohen. Adelin, apo që është me të pa që shje me për atmosfera kështu tamam shqip me shumë knarsi. Hajde. Qka është dujt mundu, se zbusqesh moj, ma nu shaqe, kush tyt ka irno. Ju afrova dhe e pyeta, emrin si e ka, me nga dalju, si busqeshja, o da dush e më tha. Da, oj da dush, ti ma bune zemrë në trosh. Da, oj da dush, o si kur unë së don kërkush. Da, oj da dush, ti ma bune zemrë në trosh. Da, oj da dush, o si kur unë së don kërkush. Hajde! Nisa këngën me këndue për dashnin e re, por diçka është tu i mundue, emrim se s'mate. Ju afrova dhe e pyeta, emrin si e ka, o me nga dalju, si busqeshja, o da dush e më tha. Da, oj da dush, ti ma bune zemrë në trush. Da, oj da dush, o si kur unë së don kërkush. Da, oj da dush, o ti ma bune zemrë në trush. Da, oj da dush, si Adelina së don kërkush. Hajde orkestra, Chopin, Kalësh për t'im disko. Kale
Ti për kallë se maj, unë e di po publiku jonë është ta mësu me të po më ndryshe, dhe tash, po tash ka me të po edhe ashtu, edhe kështu. Po, unë gjithmonë shpëtem faleminderit mas pare dhe publikut që na kanë dëgju. Këngëtari për mu është duhet realisht të jetë i gjithanshëm. Muzika është shumë e gjerë. Në vërtet, a fun. Edhe çdo zhanër është kënaqësi. Unë edhe në kërë dhe rap kënoj. Edhe rap, Po. do thonë prej repit të defi, kret ka pak. Kret ka pak. Kret ka pak. Çdo zhanër i muzikës më pëlqen edhe. Nuk ka më muzikë të keqe. Ka muzikë të keqe, ka këngëtar që këno keq. Muzikë të keqe nuk ka. Kem të dasma të fol për dasma, për neja, për kështu. Kush kështë pas që jep me të kënu dasëm tonë? Cili këngëtar? Hajde. 2. Hajde. Ni? Kuku 3 u bënë. Hajde 3. Gjithmonë kom pas qef. Okej. Dane. Ramadan Krasniqi, po. Dzene. Dzeni, po. Edhe Afrimuqiqe. Edhe Afrimuqiqi. Dhe më thoni treshe fantastike. Treshe fantastike. Bravo. Me këcy? Kush s'monet, kush do që ka nevoj më arë me Kush këcy? vjen me kall. A ki qefe boj dasëm të modha, a? Se di, për vete nuk jam fort tip. Po, Vete. ceremonial kështu, po dhe? Jo, jam tip ma e thjesht. Aha. Me pluma kështu, diploma i shën. Vish një naja ashtu Të ngusht. Të ngusht, Aha. edhe s'di më pëlqen që ashtu ma shumë. Në mendjen tanë, tash. se Okej. di. Ku i ban pushime të dhelin, kur s'kun vetë? Ku shkon tash dhera po vjen, para sezonës sigurisht shkon pak me pushu. Po, kesh pak, në fakt, edhe ajo është pushim në Amerikë. Po, po më ne kështu në plazh. Në plazh në Shqipëri, mas shumë. Ma e miri vend në botë. Kena në Shqipëri në vendin ma të bukur, ka shumë vendit bukra, sidomos jugo, edhe nuk, kur të gjeni po të lirë prej sezonës, që realisht jam kogja shumë ngarkume, ka fundi gjithmonë në fund në ngushtë ose në fillon shtatorit, po shkoj në jug, në Shqipëri. Mas mirëtin jog. Mas mirëtin. A mo bregdeti jonë, shqiptar Se është, di më pëlqen shumë. është maj miri në botë kështu. E vërtet. Dhe më thënë është perfekt. Vërtet. A po shkon në fitness? Se po më do këtë je shumë aktive në bërë. Po, A? mu kesh se diqysh e din që shkoj Po dhe për shta po të pysë se po të pysë Po. për shkak të publikut se menojnë që rasisht që shtu i manë që të farë formash. Mon do të punë pak. Duhet kogja, Aha. disiplinë. I gjallë Fitness. kilogramësh, njërë non, gjarrejt dhe non. Qaj përpjet? Unë në fitness shkoj realisht që një ku shumë gjatë edhe mu ka bu lifestyle. Nina ma mirë, Plan ma mirë. flan ma mirë, Aha. dok është ma mirë. Aha. Gjithashtu është kombinim fitness edhe ushqime, se njona Po. pa tjetëra nuk shkon. Edhe pa urujt edhe në ushqim është pak problem. Ska po ushtra ma shumë? Gjithçka. Këtë I ka po. kam krejt ushtrimet e ndona. Okej. Pa me do të ushtru zogën e kamës. Një ditë, mish për zogën e kamës të shku. A vozit shpejt? A ki qef kështu Sa mu leq. shpejtësin? A i ki qef kjerët e mira? A ki qef kjerët e mira? Kjerët e mira? Po. Se jo, po menoj e kom Qfar shi e kin kjerë? Nina, jom okej, jom Aha. komod. Tash shpejt ke pyetja, Po, ki qef Edhe shpejt edhe kjerët e mira. Qfar marrë këtë kjerët e ki qef? Unë e kom qef Mercedes edhe BMW. Dyja ta? Çdo dyja, më pëlqejnë mas shumë të. Cilin ma shumë? Cilin për vozit ti? Qëta shko Mercedes. Mercedes, a? Para këti kjerë që e kam. E ki Kom pas, pas po. BMW. BMW, na. Cili po të doget ma kështu? Se ka thonë sa të kjerëve po të lajshin, dhe më thonë, a je thonë se e BMW-sa e Qëta që ki i Mercedesit. shpëtim Dhe për më thonë kjerë të që dyjat. jam. Njënën pak ma shumë. Ato e kishit BMW-n. Po. Po, ani tash unë e kishit, ta marrë që ja ku bo kontratën. Se di, për mu, BMW-ja më ka pëlqyer ashta ma shumë edhe menoj që kirën a shumë ka me pas prap BMW. Prap, kur ta shitsh, kur prishet të më të apo kësë prishet, këtë sa dush që janë nga të kë. Mirë është njerë. Qu, me naknu se me folë me ty kam shumë qef, ama po më do këtë sonte ma qef po kam të ngutu kënu. Po, Se- Me naknu shpirtin. okej, më Hajde. shumë kënaqësi.
poshtrinin për ty moj bjondin, se na unë rakim për ty moj bjondin. Zemra më vajton si defim roklon, syrim derdi lo ty të kam unë zot. Për fatushin po m'qan zemra, veç një hero me m'lon, o s'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. S'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. Hey! O Kalle, Kalle shpëtim. Qoj poshtrinin për ty moj bjondin, se na unë rakim për ty moj bjondin. Zemra më vajton si defim roklon, syrim derdi lo ty të kam unë zot. Për fatushin po m'qan zemra, veç një hero me m'lon, o s'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. S'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. Hey! O Kalle, hajde bindi, jasha shpëtim, Kosov Show. Kalle, Kalle. Për fatushin po m'qan zemra, veç një hero me m'lon, o s'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. S'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. Hey! Ra, 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 ra. Për fatushin po m'qan, veç një hero me m'lon mren, o s'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. S'kam shka bëj veç me utranu, se fatushin unë e du. Hey! Ke gjarë për helmizi, sim premtove dashuri, ke dash zemrën me mamar, e t'largohesh krejt pa fjall. Ke gjarë për helmizi, sim premtove dashuri, ke dash zemrën me mamar, e t'largohesh krejt pa fjall. Mos trazo plagën e vjetër, demra tash du një tjetër. Mos trazo plagën në zemër, shko tash dashuro një tjetër. Mos trazo plagën e vjetër, demra tash du një tjetër. Mos trazo plagën në zemër,
por me mua s'mundësh kur. Zemra dashuro një tjetër, harrove dashnine vjetër. Mos trazo plagën e vjetër, zemra trashdu një tjetër. Mos trazo plagën e vjetër, shko tash dashuro një tjetër. Mos trazo plagën e vjetër, zemra trashdu një tjetër. Mos trazo plagën në zemër, o shko tash dashuro një tjetër. Hey, hey, hey. Mos trazo plagën e vjetër, lemra tash du një tjetër. Mos trazo plagën e vjetër, shko tash dashuro një tjetër. Mos trazo plagën e zemrës, lemra tash du një tjetër. Mos trazo plagën e vjetër, o shko tash dashuro një tjetër. Ka numëran sukses toni më të madhin në jetë, edhe në karrierë. Po më në jeta karrierë e mbashtë për ty. Unë shpëtim njifën si këngëtare e koncerteve edhe e festivaleve realisht. Si fëmi kam marrë pjesë në për festivale ndryshme, ku jam shpërbyer me çmime të para. Gjithashtu, po flas njerë për artiste, si artiste për fëmi, kam marrë pjesë edhe kom përfaqësu Kosovën në shumë vende dhe kam shumë minjoja. Për mua, realisht, arritja janë festivalet live, koncertet, arhivën që kam me koncertet e stërmbushura, kudo që kam shku, në për turneat ndryshme, në për vendet ndryshme. Por, gjithashtu, sukses për mua është edhe publiku që gjithmonë më ka përkra dhe vazhdon me më përkra dhe çdo projekti imi që lansohet është gjithmonë shumë i mirëpritur nga publiku. Sukses është kur ti dal në skenë edhe publiku ta këndojnë këngën, projektin. Për mua kjo është sukses. Po, është të vërtet kur publiku ta këngon, domethënë i bjen që projekti është i suksesshëm. A ka ndonjë, për shembull, cili është qëllimi yt në jetë se ku më rrit që tu më thonë, për shembull edhe mo, për mu është kulmi. Jo. S'ka? Jo, jam rrit me parimin që asnjëherë nuk është boll. Po. Edhe kam planet e mia, vizionet e mia, kalo më shumë. Të zgjerohem, të krijoj muzikë të mirë. Qa kështë bon që ose kështë këndu? Me qëka kështë marë? A kena qef tjetër, a kena i pasion që nuk e dim na? Pa tjetër me artë. Edhe me qenë se jo marë gjithmonë me muzikë, kisha pas qef gjithmonë me qenë këto. Në muzikë? Bravo. Që më në kënu dhe pak, se jena ka thunë një drejt, edhe që të atmosferë, së pelalëm dhe në fund. Pelalëm qështu, hava. Gjithqysh. Të kisha di se ti do t'jesh tradhtare. Unë mami mos kisha lindur fare. Ta kisha di se ti do t'jesh tradhtare.
unë ma mos kisha lindur fare. Ajde! Dola në pengjere, syrin kur ta pash, tim na i gotra ki mu i goce, mashallah të thash. Hajde shpëtim! Mashallah të thash, syrin kur ta pash, quni është i vogël, don me shku nisam, nisam don me shku, letër don me mqu, quni është i vogël, o, s'ka kush me miknu, nisam don me shku, letër don me mqu, ej, quni është i vogël, o, s'ka kush me miknu, o, kalle shpëtim. Hajde shoh band, hey! Ta kisha di se ti do t'jesh tradhtare, unë ma mirë, qka? Mos kisha lindur fare. Hajde! Ta kisha di se ti do t'jesh tradhtare, unë ma mirë, mos t'kisha lindur fare. Hajde bendi! Dola në pengjere, syrin kur ta pash, tim na i gotra ki mo i goce, mashallah të thash, mashallah të thash, syrin kur ta pash, quni është i vogël, don me shku nisam, nisam don me shku, letër don me mqu, quni është i vogël, o, s'ka kush me miknu, nisam don me shku, letër don me mqu, quni është i vogël, shpëtim, s'ka kush me miknu, o, kalle, hey! Bravo, Bindi! Nisam don me shku, letër don me mqu, ej, quni është i vogël, o, s'ka kush me miknu, nisam don me shku, letër don me mqu, quni është i vogël, o, s'ka kush me miknu. Faleminderit! Adelin, dhe që to deri dikun e kom ditë, po dhe për që në përpason ka shumë për mirë, dhe në këtë pikë nuk Faleminderit shpëtim. e kom prit. Faleminderit. Besoj që edhe publiku ka më të mirë prit, ama ta është e kur t'ja nisi me thirë në përdas, ma sa në Teto, sa në Gosivar, sa në Tiranë, sa në Shkodër, sa në Prishtinë, sa në Pej, sa në Gjilan. Më një përballon, a? Munësh. Kënaqësi mendoj për mua. Çka je tu po tash s'fundmi? Tash e kom bu një këngë tre që A? javën tjetër i kom xhirimin e videoklipit. Okej. Është një këngë që kom punu shumë realisht në këtë projekt. Aha. Edhe na këngëtar gjithmonë çdo këngë që e qesim kim qef me u pëlqy publikut, edhe unë gjithashtu Lutemi që kënga më konë super hit. nga ato që kom punu realisht shumë në këtë projekt dhe shpresoj që kam ju pëlqy. Adelin, unë duhet të falendru që para se me na këndu dhe pak, duhet të falendru që i konë sonte me neve. Gjithashtu. I e këthy të na mas disa vjetëve,
Po e kësu në shpitanë, domethënë, Patjetër. je në Jem shpitanë. rritë në këto skena. Du me të falenderu edhe përgatishmërinë që sa që na të thrasim ti me neve këtu. Unë të uroj fat në këtë rrugën e reta që ky hy ka muzika popullore, po duke mos alon asat pjesën Patjetër, tjetër po. moderne që ti e ke bërë shumë mirë. Ta çdo muzikë, çdo zhanër E për mua vërtet. është. A qomi me Jashtë. kollë edhe pak edhe falenderoj shumë që i kon sonte me neve. Faleminderit shumë, kënaqësi. Publik i dashur, sonte me mu Adelina Berisha live. Masi ta kollë atmosferën, më një menru kanalin. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Kënaqësia e imja. Në vetë mikë, ndoj nga halli, shumë për ty maj, m'ka marrë malli, në këtë mbrëmje, për plot mal, e në mërzi. Si ti themon, shokve t'mi, si ta ndalun, lotin tim, në këtë mbrëmje, që m'kelon, e në mërzi. Ditët tona, kur m'kujtohen, si flet zemra, më shpalohet, në gjumë të rëndua të bi, të jem e ty. Piraki e këndoj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkrijom se de, të gjithë e din, ta sheti se më mungon ti. Piraki e këndoj për ty, tim duhani, dhimbjet po i shkrijom se de, të gjithë e din, ta sheti se më mungon ti. Bravo Shoban. Shikimi ytë më për cilë gjithë kund, mire din se tash t'kam humb, t'kisha sonte një her me t'marrë në gjik. As gjë tjetër s'dëshiroj, vetëm ta helmoj, jetën pa ty s'mondem ta jetoj. Ditët tona, kur m'kujtohen, si flet zemra, më shpalohet, në gjumë të rëndua të bi, të jem e ty.